Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Përzierja me njerëzit e ngathët të shkakton lodhje. Sipas shumë dietarëve islam, fjala thekil ka këto kuptime: i ngathët, te veqel, i trash, i ngurt në sjelljet e tij. Po ata janë si trungjet e zgavruar e të mbështetur. Imam Shafiu thot për këta njerëz: kur njeriu i rënd ulet me mua, më duket sikur toka rëndohet prej tij. Kur shihte ndonjë njeri të rënd mendërisht, El Ameshi thonte: Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë. Njerëzit e rënd mendërisht janë si era e keqe, që të ngjitet në tesha e s'del lehtë. Kur sheh ata se janë thelluar me tallje në çështjet tona, largohu prej tyre derisa të kalojnë në bisedë tjetër. Mos rrini me ata. Njerëzit më të rënd mendërisht janë ata që kanë sjellje të dobët, moral të ulët dhe që u janë nënshtruar epsheve të tyre. Mos rrini me ata derisa të mos hyjnë në bisedë tjetër. Për ndryshe, ju do të jeni si ata. Për të prekurit nga fatkeqësitë. Në një hadith kutsi të respektuar, thuhet: kujt jam marrë njeriu më të afërt në këtë botë, edhe ai këtë llogarit në të mirë dhe duron, unë do t'ja kompensoj atë me xhenet. Në një thënie tjetër kutsi pohohet: cilin e privoj nga dy të dashurit, syt, do t'ja zëvendësoj ata të dy me xhenet. Sepse në të vërtet nuk verbohen syt, por zemrat në kraharor. Po ashtu në një hadith të vërtet thuhet: kur Allahu merr shpirtin e birit të robit besimtar, i ju thot me melekëve: ju më sollët shpirtin e birit besimtar? Ata thonë: po. Allahu thot: ju shkëputët zemrën e tij? Thonë: po. Thot: po ç'tha robi im? Thonë: të falenderoj dhe tha: ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Thot Allahu: ndërtojeni robit tim një shtëpi në xhenet dhe emërojeni shtëpia e falenderimit. Ndërsa të durueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Zoti ynë, na dhuro durim e na i përforco këmbët tona. Duhet të qartësohet në mendjen e besimtarit se Allahu merr atë që jep, ngre atë që ka lëshuar dikur, gjithçka i takon vetëm atij, të madhërishmit. Një poet thot: pasuria dhe familja janë amanet, dhe amaneti një ditë kthehet në vend. Efektet pozitive në të besuarit në njohshmërinë e Allahut. Disa nga dobitë dhe efektet pozitive të monoteizmit islam manifestohen në rastet kur muslimani sakrifikohet për të tjerët. Ja disa prej tyre: mëshirimi i të tjerëve. Me besimin e thellë te Allahu, ti mëson të falësh e të jesh më i mëshirshëm ndaj padrejtësive që të bëhen. Kjo manifeston shpirtçiltërsi te myslimani. Mosdëmtimi i të tjerëve, përpjekjet serioze për t'u bërë mirë, e më në fund falja e gabimeve dhe mëshirimi atyre që të dëmtuan, te muslimani shpalos besimin e thellë në njohshmërinë e Zotit mëshirues. Po ashtu, mëshira ndaj të tjerëve tregohet edhe në kthimin e së keqes që të është bërë me një të mirë ndaj gabimtarëve dhe keqbërësve, të cilët i japin kur janë shlirë dhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mlefin, që u afalin të keqen njerëzve, e Allahu i do bamirësi. E kush fal dhe bën pajtim,
shpërblimi i tij është tek Allahu. Vërtet, ai nuk i do zullumqtarët. Pejgamberi na thot: me të vërtetë Allahu më ka urdhëruar të mbaj lidhjet me atë që më ka larguar, të mëshiroj atë që më ka bërë pa drejtësi, e t'i jap atij që më ka refuzuar. Gjithçka që të ka ngjarë, qoftë edhe pa drejtësia e të tjerëve ndaj teje, s'është kryer veç me dijen dhe përcaktimin e Allahut fuqiplot. Vetëm Zoti ka në dorë të realizojë, kurse ti je vetëm shkak nga shkaqet, para pajtohu dhe nënshtroju sundimit të tij të urtë. Dëmi që të bëhet është shlyesi mëkateve të mëparshme, siç është njëkohësisht ngritje në shkallë më të lartë. Ju jeni njëri nga tjetri, por ata që u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe emigruan, u munduan vetëm pse ishin në rrugën time. Luftuan dhe u vranë, atyre patjetër do t'u shlyej mëkatet e tyre dhe do t'i vënë në xhenete në të cilat burojnë lumej. Ai është shpërblim nga ana e Allahut, se më i miri i shpërblimeve është tek Allahu. Nga urtësia që u jepet besimtarëve të shumt, është që përmes faljes të shndrojnë armikun në mik. Allahu mëshirëplot thot: s'është e barabartë e mira dhe e keqja. Ndaj të keqen ktheje me mirësi, si atëherë ai mes teje dhe të cilit ka armiqësi, do të bëhet mik i afërt. I dërguari i fundit, Muhamedi, thot: musliman është ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të sigurt muslimanët e tjerë. Pra të falësh e të mëshirosh të tjerët është lumë që rrjedh nga besimi në njëshmërinë e krijuesit. Në Kur'an thuhet: e ti robëve të mi thuaju, le ta thonë ata që është më e mira, pse djalli ndërsen mes tyre, e dihet se djalli është armik i hapët i njeriut. Të kuptuarit se ti në esencë je me të meta, dhe këtë duhet ta kesh parasysh edhe për të tjerët. Ndoshta tjetrit është ndërsyer për shkak se faji qëndron tek ti. E kur juve u goditi një dështim në Uhud, e që ju ja pa të dhënë atë 2 fish armikut në Bedër, thatë: nga vjen kjo? Thuaj: ajo është nga vetë ju. S'ka dyshim se Allahu është i plotfuqishëm për çdo send. Po ashtu ajeti tjetër kuranor vërteton: çfarëdo e keqe që mund t'ju godas, ajo është pasojë e veprave tuaja të këqija, e për shumë të tjera ai ju fal. Falënderimi Zotit se të ka bërë të jesh i shtypur e jo shtypës. Në këtë kontekst dietarët tanë të brezave të parë thonin: o Zot, më bëj të shtypur e asnjëherë shtypës dhe tiran. Kjo i ngjan rastit me bijtë e Ademit, kur më i miri prej tyre i tha tjetrit: e nëse ti e zgjatte unë dorën tënde për të më mbytur, unë nuk e zgjaste ti dorën time për të mbytur. Unë i friksohem Allahut, Zotit të botrave. Pejgamberi thot: ndihmoje vëllain tënd, qoftë shtypës apo i shtypur. Që do të thotë se neve duhet i asistojmë vëllait ton musliman kur ati i bëhet pa drejtësi, por edhe kur ai vet e bën këtë. Kur Mistahu e thyu Ebu Bekrin me të bijen e tij Aishen, Ebu Bekri u betua se s'do ta ndihmonte më. Mistahu ishte shumë i varfër dhe Ebu Bekri i ambulonte shpenzimet. Kur zbriti ajeti kuranor: të ndershmit dhe të pasurit nga ju, të mos betohen se s'do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe atyre që për hir të Allahut lanë vendlindjen, po le t'u afalin gabimin e mos t'u azën për të madhe. A nuk dëshironi që Allahu t'ju fal? Allahu fal dhe mëshiron shumë. Atëherë Ebu Bekri tha: gjithsesi dua që Allahu të më fal. E rifilloi t'i jap përsëri Mistahut.
Jusufi u tha vëllezërve të vet: "Sot nuk ka qortim kundër jush. Allahu ju falt. Ai është më mëshirues i mëshiruesve." Pejgamberi u tha Kurejshëve që e torturuan dhe e përzun nga shtëpia: "Shkoni, jeni të lirë." Këtë e tha në ditën e çlirimit të Mekës. Po ashtu ai në një thënie të tij ka thënë: "Nuk është i fuqishëm ai që ka fuqi luftarake, por i fuqishëm është ai që kontrollon vetveten gjatë zemërimit." Një proverb indian thotë: "Ai që mposht vetveten është më trim se ai që çliron një qytet." Unë nuk e shfaqsoj veten time, pse epshi është shumë nxitës për të keqen, përveç atë që ka mëshiruar Zoti im, se Zoti im është që fal e mëshiron shumë. Kujdesu për botën e jashtme dhe të brendshme. Pastërtia e shpirtit shpeshherë shihet edhe nga pastërtia e veshjes së njeriut. Disa njerëz të urtë kanë thënë me kohë: "Kujt i njollosen teshat në trup, i njolloset dhe shpirti." Kjo pra është çështje e botës së jashtme të njeriut e që ndikon në atë të brendshmen. Shumë njerëz irritohen dhe shqetësohen kur shohin bibliotekën e tyre të parregulluar, apo vërejnë se fletët e dosjeve në shtëpia në zyrë janë të ngatruar. Po ashtu, njerëzit ndjehen të shqetësuar kur përballohen me shumë çështje të ditës, qofshin këto në marrëdhëniet me të tjerët ose me vetveten në çrregullimin e programit ditor e tjerë. Nga ana tjetër, universi është krijuar në një sistem të përsosur dhe ai që njeh këtë fe kupton se gjithçka në këtë hapësirë ka program të sistemuar e të përkryer. Ky sistem vlen edhe për njeriu, robin e Zotit, nëse ai në jetë zbaton udhëzimet e paraqitura në këtë fe. Pejgamberi thotë: "Allahu është i pastër dhe e do pastërtinë." Kurse në hadithin tjetër thuhet: "Allahu është i bukur dhe e do bukurinë." Bukuria e pastërtia të njeriu manifestohen përmes larjes e pastërtisë së trupit. Buhariu transmeton këtë hadith: "Obligohet çdo musliman të pastrohet një herë në javë. Në këtë ditë ai lan kokën dhe trupin e tij." Që do të thotë se larja e trupit një herë brenda javës është minimumi, ndërsa besimtarët më parë janë larë çdo ditë, ashtu siç vepronte kalifi i myslimanëve Uthmani. Bjeri me këmbën tënde tokës. Ky është ujë i ftohtë, lahesh dhe pi. Po ashtu pastërtia dhe bukuria shpaloset me rregullimin e mjekrës, shkurtimin e mustaqeve, prerjen e thonjve, mënjanimin e qimeve të tepërta në trup, larjen e dhëmbëve, parfumosjen, pastrimin e teshave, elegancën në veshje e tjerë. Të gjitha këto e qetësojnë njeriu dhe i sjellin në rehati shpirtit. Duke treguar për pastërtinë, pejgamberi parapëlqente të vishte rroba të bardha. Vishuni me të bardha dhe me të mbështillini të vdekurit tuaj. Imam Buhariu në librin e tij ka vendosur kapitull të veçantë për veshjen me tesha të bardha. Bukuria dhe eleganca e muslimani shpaloset edhe me sistemin e kohës dhe programimin e takimeve ditore në ditar të posaçëm. Kështu ai do të di kohën e leximit, studimit, adhurimit dhe kohën e përshtatshme për pushim. Për secilin afat ekziston dëshmi e caktuar. Allahu në librin e tij, Kuranin fisnik, na njofton se gjithësia nuk është krijuar kot, pa sistem, por gjithçka është krijuar me kada dhe kader e në masë precize. Dielli dhe hëna udhtojnë sipas një përcaktimi të saktë. As dielli s'mund të arrijë hënën e as nata para ditës, po secili noton në një orbit. Edhe hënës i kemi caktuar pozicionet derisa të kthehet në trajtën e harkut, si rrem i hurmës së tharë. Ne i bëm natën dhe ditën dy fakte
që dokumentojnë për fuqinë tonë. E shenjën e natës e shlyem, e errësuam. E shenjën e ditës e bëm të ndritshme që të mund të angazhoheni për shfrytëzimin e begative të dhuruara nga Zoti juaj, dhe që të mësoni njësimin e viteve dhe llogaritjen e kohës. Ne kemi sqaruar çdo send në mënyrë të hollësishme. Zoti ynë, këtë se krijove kot. Ne skrijuam qiellin, tokën e çdo gjë mes tyre shkeleshko. Sikur të kishim dashur të zbavitemi e sikur të donim ta bënim atë, ne do të zbaviteshim në kompetencën tonë, por ne nuk bëm atë. Dhe thuaj o Muhammed, punoni. Grekët e vjetër kur dëshironin të shëronin të sëmurët psikik, i detyronin të punonin tokën dhe parqet, dhe pas një kohe ata qetësoheshin dhe ktheheshin në gjendje normale. Njerëzit që merren me punë fizike janë më të qetë mendrisht dhe më të lumturit në jetë. Muhamedi lutej kështu: Zoti im, më ruaj nga paaftësia dhe nga përtatësia.